Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Për shkaqeve të forcimit ton në muajin e Ramazanit, i ka treguar Allahu subhanahu wa taala në ajetet e xhirimit. Gjëja e parë është Zoti xhel xhelalu ka thirrë në emër të besimit dhe ne do t'i japim shumë rëndësi besimit, që është në zemër, në gjuhë dhe në gjymtyr. Shtohet, por edhe paksohet. Pra do t'i japim shumë furnizim, sidomos në muajin e Ramazanit. E dyta është takvallahu. Ne si besimtar agjërojmë se i bindemi Allahut dhe ndalojmë se i bindemi Allahut. Dhe kështu arrihet devotshmëria. E treta, koha nuk është e gjatë, ma'dudat, është e shkurtër. Dhe besimtari do t'i japë shumë rëndësi kohës dhe duhet përpiqet që ta shfrytëzojë kohën në muajin e Ramazanit. E katra, Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj ka zbritur Kur'anin dhe është një mesazh i fuqishëm për të treguar neve që Ramazani është zbukuruar me zbritjen e Kur'anit. Pra ne muslimanit duhet të lexojë Kur'anin, që të shfrytëzojë kohën, të rrisi devotshmërinë dhe të forcojë besimin e tij. E katërta ose pesta është që muslimani duhet i lutë Allahu subhanahu wa taala, se Allahu subhanahu wa taala ka orientuar aty që t'i lutet Allahu subhanahu wa taala muslimani, besimtari. Allahu është afër nesh, na dëgjon dhe përgjigjet lutjeve tona, sidomos në muajin e Ramazanit, sidomos në lutjet e posaçme dhe specifike si para iftarit ose namazin e natës e tjerë me radhë. Dhe e fundit, Zoti xhel xhelalu ka treguar që ne me familjet tona, pra burri dhe gruaja, ka një rol të veçantë në muajin e Ramazanit. Afrohen më shumë, kontribojnë më shumë së bashku në adhurimin ndaj Zotit subhanahu wa taala. Dhe kështu bëjnë mburoj me për njëri tjetrin 30 ditë. 30 ditë forcohet një familje, forcohet një lidhje dhe shejtani i mallkuar pas Ramazanit e ka shumë të vështirë, do ta ketë shumë vështirë që të ndërhyjë te kjo familje e cila ka qenë bashkë me njëri tjetrin në Ramazan, duke adhuruar Allahu subhanahu wa taala, duke i lutur Allahu subhanahu wa taala, duke lexuar Kur'an dhe duke shfrytzuar momentet më të mira të adhurimit në muajin e Ramazanit. Prandaj të nderuar besimtar, ta shfrytëzojmë Ramazanin në adhurim të Allahut xhel xhelaluhu dhe duke i qenë me fjalë besimi prezent tek ne, pra brenda nesh, jo jashtë nesh, që neve ta jetojmë atë dhe ta shijojmë atë. Elusallahu subhanahu wa taala një pranim dhe një agjërim të lehtë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.